Falenderojnë Allahun kurdo dhe kudo që gjendni. Mos zgjidhni kohë, mos zgjidhni vend. Mos thoni që vetëm në xhami duhet falenderoj Zotin. Mos thoni vetëm në një vend duhet falenderoj Zotin. Po falenderoj Zotin në vendin ku je I caktuar, në vendin ku punon, në vendin ku tregton, në vendin ku udhton, në vendin ku gjendesh. Pastaj falenderoj Allahun në mirësi e në vështirësi. Mos lyp vetëm në mirësi kur Allahu t'i ka dhënë kushtet dhe me thonë, që tash po e falenderoj Allah. Ndërsa në vështirësi me lon falenderimin ndaj Allahut xhaleshano. E treta, falenderoni Allahun edhe në shëndet edhe në sëmundje. Edhe në shëndet edhe në sëmundje falenderoni Allahun xhaleshano. Sepse shëndeti është mirësi nga ana Allahut xhaleshano, ndërsa sëmundja është larja e gjinoheve nga ana Allahut xhaleshano për ty që ta ka mundsuar këtë dynjë me ila gjinohe.